Rasti Federatës së Futbollit ka qenë pas vlerësimit, domethënë vlerësimit të komisionit mbi kuvendin e punës që është mbajtur në muajin shkurt, kanë qenë disa vërejtje të cilat kanë qenë edhe publike. Një ndër vërejtjet kyçe ka qenë pjesëmarrja e klubeve të cilat nuk janë të licencuara në procesin e vendimmarrjes, pra në pjesëmarrjen në kuvendin e Federatës së Futbollit. Në rastin e tillë është standard për të gjitha federatat që klubet të cilat nuk janë të licencuar nuk mund të jenë pjesë e vendimmarrësit dhe në strukturat e federatës përkatëse, në këtë rast Federatës Futbollit. Pas vlerësimit të komisionit kemi pasur disa takime me Federatën e Futbollit, ku na çdo herë jo vetëm për Federatën e Futbollit, por për gjitha federatat jemi të gatshëm që të kontribuojmë në mundësinë e dhënies së ideve, dhënies së propozimeve tona në lidhje me harmonizimin e gjitha akteve, pasi është ligjëri i sportit dhe normal nuk është edhe njohëria e gjithëve. Në këtë rast, Federata e Futbollit është pajtuar që gjetërat të cilët i ka dhënë komisioni drejtim federatës, që këto gjetëra, ndodhit, për shembull, klubet në kuvend që kanë marrë klubet pa licencume, domethënë është drejt e komisionit që nuk mund të jetë pjesë e kuvendit. Në këtë rast, janë zotuar që gjatë muajit qershor, pra Federata e Futbollit do të mbajë kuvendin e punës dhe në harmoni me ligjin për sport, udhëzimet, rekomandimet e komisionit të miratohen në kuvendin që do të mbahet në muajin qershor.